mos harroni bëni çi promo filmit. Me që jemi në fund. Unë vdes për filmin tac, ndjem kaq mirë që jam me ty me një nivel kaq lart profesional, po sinqerisht filmi jot e çon në një dimension tjetër kinema shqiptare. Është përtej mediokritetit të imitimit, që shoh përgjithsisht filma, është hollywoodian si konkurrues e jo në kuptimin ideologjik të Hollywood që është ordiner, po në kuptimin cilësor të fjalës hollywoodian në kualitetin e realizimit. Dhe do kënaqemi me një film që gjen veten brenda në të gjitha format e mundshme dhe mbi të gjitha konceptet e mafjes, filmave, aksione etj etj, janë kaq të vërteta, janë kaq shqiptare dhe janë njëkohësisht kaq produkt komercial ndërkombëtar, sa më kujton Flamingon ton, që shqiptarët arritën të bëhen marrë botërore në mënyrë më ekstreme të mundshme turistike, nëpërmjet protestës qytetare dhe të shpikjes të një marke që $5 miliardë kishin për të shpikur një gjë të tillë, duhet kishte këtë efekt që ka pas Flamingo. Kështu është dhe filmi jot. Është një film shqiptar, krejtësisht shqiptar, tamam edhe për publikun e audiencën e kombëtare. Prandaj du fort. Mezi po pres atë pjesën ke traileri që pash, që të shoh si do vazhdoj vazhdim për serinë e dytë. Pra, 4, 5, 6. Nisë këto që janë perla. E sot kaq karaktere kanë parë ke filmi jot, kaq personazhe, ku s'ka asnjë aktor kryesor, ja të gjithë kryesor, edhe më duhet kaq shqiptar, ta them pse? E ka shpjeguar Zogu. O me Zogu, o mreti i madh, o nat madhnia e madhe. Ora po pse thonë nat madhni ti? Madhni thonë gjithë tjerë, pse ty thonë nat madhni? Unë jam nat madhnia e madhnive. Gjithë shqiptarët janë mbretër, tha, dhe ke filmi jot, janë gjithë personazhe kryesor. Kam po maksimumit për zonë. E mos harroni, e keni në YouTube. Sot data 4 në orën 10, 22:00 del seria parë. Pastaj janë edhe 2 çtuna tjetër me 11 dhe me 18 ndalin 2 të tjerat. Do dalë edhe traileri i 4-s, edhe vazhdimi që ne fillojmë me punu. Kështu që shpresoj të kënaqeni, ju du fort, ju pull të gjithëve, dhe shpresoj të jeni mirë me shnet se gjëja kryesore. Pastaj të tjerat po pa të shnetin bëhen gjitha. Ciao.